Le të gjejmë ekuacionin e tangentes në një pikë më x1 y1 të parabolës. Për të gjetur ekuacionin e tangentes, po marrim rastin e parabolës simetrike në lidhje me boshtin OX, y-in katror i barabartë me 2px. Ekuacioni i tangentes është ekuacioni i drejtës që kalon nga një pikë e dhënë y minus y1 baraz me k x minus x1, pra me koeficient këndor të dhënë, kalon nga pika më 1, x1 y1. Koeficienti këndor ne e dim nga kuptimi gjeometrik i tangentes, është i barabartë me derivatin e funksionit në këtë pikë. Prandaj derivojmë tek ekuacioni i parabolës, kemi 2y y' e barabartë me 2p. 2 me 2 thjeshtohet, y' deli barabartë me p përmbi y, me qenë se koeficienti këndor është i barabartë me derivatin në këtë pikë, p përmbi y1. E zvendçojmë tek ekuacioni i drejtës dhe kemi y minus y1 baraz me k, që shumëzon x minus x1. Kën do ta zvendçojmë me p, y minus y1 baraz me p përmbi y1, x minus x1. Kryejmë veprimet, kthejmë në emërus të përbashkët, y1 minus y1 në katror i barabartë me px minus px1. Me qenë se pika ndodhet në parabol, ajo e vërteton ekuacionin e parabolës, kemi y1 në katror i barabartë me 2px1. Dhe kemi y1 baraz me px minus px1 plus y1 në katror që e kemi 2px1. y1 e barabartë me px plus px1. Faktorizojmë pën dhe kemi y1 baraz me p x plus x1. Ky është ekuacioni i tangentes, pra. Në rastin kur tangentja është majtas, funksioni do të ketë y4 baraz me minus 2p x, pra ky funksion do ta ketë koeficientin këndor e barabartë me minus p përmbi y1. Prandaj dhe ekuacioni i tangentes në këtë rast është y1 baraz me minus p që shumëzon x plus x1. Të marrim në një shembull zbatimi. Të shkruhet ekuacioni i tangentes me parabolën y katror baraz me 4x në pikën e saj me 1 minus 2. Atëherë kemi y1 baraz me p, në rastin ton p-ja është 2, x plus x1. y1 e kemi minus 2, baraz me 2, x plus 1. 2 me 2 këtu thjeshtohet, y-in e hedhim nga ana tjetër, x plus y baraz me 1. Ky është ekuacioni i tangentes i hequr në këtë pikë të parabolës. Jepet një ushtrim tjetër. Në cilën pikë të parabolës y katror baraz me 12x, tangentja formon me boshtin OX një kënd të barabartë me 30 gradë. Tangentja e parabolës formon me boshtin OX këndin 30 gradë. Me që këndi është i ngushtë, bëhet fjalë për kuadrantin e parë dhe y-i është pozitiv, pra kemi të bëjmë vetëm me një pikë në këtë rast.
dim që koeficienti këndor i tangentes është i barabartë me këja me tangentin e alfës, tangentin e 30 gradëve, baras me rënje treshit mbi 3. Atëre tangentja e ka ekuacionin rënje treshit mbi 3x plus t. Na mungon t-ja. Shfrytëzojmë konditën 2kt baras me p. P-ja në rastin tonë është 6. 2, k në kemi rënje treshit mbi 3, t baras me 6. Atëre t baras me, bëjmë veprimet nga dalë, 3 herë 6 përmbi 2 rënje treshit. Rënje treshit me treshin na jep rënje treshit. 2 me 6 në jep 3. Pra, t baras me 3. Ekuacioni është y-i rënje treshit mbi 3x plus 3 rënje treshit. 3 rënje treshit. Ne na kërkohet pika. Në cilën pikë, thot tangentja, atëri ne do zgjidhim sistemin. Y në katror është i barabartë me 12x dhe y rënje treshit mbi 3x plus 3 rënje treshit. Që këtu zvendësojmë y-in. Faktorizojmë rënje treshit në rënje treshit x plus 9 përmbi 3 e gjitha kjo në katror e barabartë me 12x. Rënje treshit në katror 3, x në katror plus 18x plus 81 përmbi 9 e barabartë me 12x. Treshi me 9 njep 3, x në katror plus 18x plus 81 baras me 36x, ose x në katror 18x minus 36x minus 18x plus 81 baras me 0. Ky është katror binomi, x minus 9 e gjitha në katror baras me 0, që këtu x-i del 9. Duke e zvendësuar, y në katror baras me 12 herë x-in e kemi 9, 108, y baras me rënjën e 108-ës, që është 36 herë 3, 6 rënje treshit, marrin vetëm y-in pozitiv, atëre pika e kërkuar i ka koordinatat 9, 6 rënje treshit. Kjo pik është pika ku tangentja me parabolën formon me boshtin OX këndin 30 gradë. Është në kuadrantin e parë. Marrim vetëm një vlerë pozitive për y-in. Të shkruhet ekuacioni i tangentes me parabolën y-in katror baras me 16x, tangentja është paralele me drejtëzën x minus y minus 2 baras me 0. Atëre, që këtu y-i e shkruajmë ndryshe këtë, i barabartë me x minus 2. Me qenë se tangentja është paralele me këtë drejtës, k1-shi është i barabartë me 1, k2-shi është i barabartë me k1-shin kur drejtëzat janë paralele, barabartë me 1. Tangentja do jetë e formës x plus t, këne kemi 1. 2kt baras me p, 2p-ja 16, p baras me 8. Atëre kemi 2, këne kemi 1, herë t baras me 8, t baras me 4.
Ekuacioni përfundimisht I tangentes është y baraz me x plus 4. Ja të marrim dhe një shembull kur tangentja kërkohet pingulle me një drejtës. Për shembull, y në katror baraz me 4x jepet parabola. Të shkruhet ekuacioni I tangentes që është pingulle me drejtëzën x plus y plus 1 baraz me 0. Atëre kjo drejtës shkruhet y minus x minus 1. Kënjeshi këtu është minus 1. Me qenë se tangentja kërkohet pingulle me këtë drejtës, ne dim kur drejtëzat janë pingulle K1 herë K2 baraz me minus 1. Me qenë se kënjeshi është minus 1, K2 deli barabart me 1. Na mungon të dyshi atëre 2kt baraz me p. Në rastin ton, p baraz me 2, 2p është 4. Atëre 2 herë 1 herë t baraz me 2. T baraz me 1. Ekuacioni I tangentes y x plus 1. Kjo tangente është pingulle me drejtëzën y minus x minus 1. Minus 1 ka koeficientin e para, 1 e ka e dyta. Pra, ky është ekuacioni I tangentes, pingulle me drejtëzën e dhenë.